Përveç këshilltarëve që janë prezent, janë edhe 2 këshilltarë online, Erald Marku dhe Armir Marku. Së pari me gjithë se rendi i ditës më është dërguar 5 ditë përpara, po ju njoh me rendin e ditës. Pika 1, projekt vendim me numër protokolli 750 për miratimin e ndihmës ekonomike nga fondi kushtzuar për blok ndihmën deri në 6% perioda 1 deri me 31 janar. Projekt vendim me numër protokolli 861 për miratimin e akmarrëveshjes ndërmjet Bashkisë Mirdit dhe Batalionit Gjenjos, reparti ushtarak 40-40. Projekt vendim me numër protokolli 862 për miratimin e fondeve të trashëguara nga buxheti i vitit 2021 për vitin 2022. Projekt vendim me numër protokolli 863 i kryetarit Bashkisë për miratimin fond dhe sasi karburanti për forcat e ushtërisë që marrin pjesë në monitorimin e urës, tip Beli në fshatin Shebe, njësi administrative Kthell. Projekt vendim me numër protokolli 864 për miratimin e aseteve të monitorimit buxhetit dhe vlerësimit të ardhurave për vitin 2021. Projekt vendim 865 për miratimin e tabelave të situatës financiare të bashkisë datë 31/12/2021. Projekt vendim me numër protokolli 866 për përdorim fond dhe emergjencë e rënje zjarri në banesë në qytetin Rubik. Projekt vendim me numër protokolli 867 për përdorim fond dhe emergjencë e rënje zjarri në banesë në qytetin Rëshen. Projekt vendim me numër protokolli 887 fraksion 1 për shprehjen e pëlqimit në parim për dhënien me qerat nga gasave pyjore 19A, 19B, 20A, 36B, 45B, 46B, 47D në ekonominë pyjore Lugina Rubikut për veprimtari në funksion të zhvillimit të projektit eolik, vendosja e aerometri që për qëllime studimi, përmatjen e shpejtësisë serës, njësi administrative Rubik. Projekt vendim me numër protokolli 888 fraksion 1 për miratim të vendosjes tregut të produkteve agroushqimore sipas plan vendosjes, pasuria me numër 8 fraksion 106, zona kadastrale 3224 qyteti Rëshen. Projekt vendim 897 protokollit për miratimin e prishjes detyrore të banesave individuale në zbatim të ekspertizave të thelluara nga Instituti i Ndërtimit të Tiranës si rezultat i dëmtimeve nga tërmbeti i datës 26 nëntor. 12 projekt rezolut për treguesit e performancës që ofron bashkia dhe 13 njohje me raportin e përputhshmërisë së monitorimit performancës nivel bashkie për buxhetin e vitit 2020. Përgatitur nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Drejtoria e Financave Vendore, shqyrtuar në Komisionin e Ekonomisë, Financave dhe Buxhetit me datë 24/2/2022. Ka kush problem për shtesë në rëndicë edhe letrat nkesat e pika funit është njohja me shqyrtimin e seancës kërkesa dhe ankesave. Kush është dakord me rendin e ditës? Kundra? S'ka, abstenim, s'ka, miratohet. Atëherë fillojmë me pikën e parë të rendit ditës. Projekt vendim numër 750 për miratimin e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtzuar për blok ndihmën deri në 6% periudhës nga 1 deri me 31 janar 2022. Materiali është dërguar në adresat e emailit edhe në zarf. Ka kush në s'ka? Atëherë në vot, kush është dakord? Kundra? S'ka, abstenim? S'ka, miratohet. Pika 2. Projekt vendim me numër protokollit 861 për miratimin e akmarrëveshjes ndërmjet Bashkisë Mirdit dhe Batalionit Gjenjës, reparti ushtarak 4040. Ka kaluar në Komisionin e Ekonomisë. Ka kush? Po? Zoti Aleksandr Lusha.
Zyrtar, Komisioni i Ekonomisë, Financave dhe Buxhetit, ditën e 24 vitit 2022, në blok nga 7 antarë, 5 antarë, dhe diskutojnë ditën 2, 3, 4, 5, 6, 7 dhe 8 të renditës. Kësaj përket ditës 2, kemi bërë me një miratim atë marrëveshje numër 861 ndërmjet të Bashkisë Mjerdit dhe Repartit Kushtarak dhe Regjimentit Tiranë për montimin e udhëheqësisë deri në fshatin Sheve në Sijani Sapirit të Edhe për informacion të Këshillit, Institucioni Antar i Këshillit Qarkut, Këshilli i Qarkut në buxhetin e vitit 2020 ka marrë vendim për të financuar këtë udhëtim deri në fshatin Sheve, u bëhe mundur financimi dhe kemi të bëjmë një lidhje atë marrëveshje për sa i përket Bashkisë Mjerdit dhe Repartit Kushtarak që bëjnë për të udhëtim vetë. Kështu që gjej rastin ta falenderoj edhe Këshillin e Qarkut për këtë mundësi që meriti dha, është hera e dytë që financon Bashkinë Mjerdit, brenda një viti që kishin vitin pa financimin nga Këshilli i Qarkut dhe janë dy raste. Rruga Bavezave ka një vit dhe ura i delit në fshatin Sheve në Sijani Sapirit të Njëkohësisht pika 2 do ta lidh me pikën 4, pastaj do të flas për pikën 3, pasi kemi të bëjmë me miratim paksim fondi me 462.000 lekë për të bërë të mundur një miratim sasie karburantit përmjet të ushtrisë, do të punojnë për ndërtimin e kësaj ure. Përveç se naftë kërkon edhe vaj, edhe janë pak tjeta që janë të regu Bashkisë Mjerdit. Edhe pikën 2 dhe 4, projekti 861-863 u kaluar me 5 komisjon pas një diskutim. Njëkohësisht, për pikën 3, për miratimin e fondeve të transferuar nga buxheti i vitit 2021, kemi të bëjmë me një projekt për përdorimin e fondeve të transferuara sipas tabelave besoj supanardhave. Kur t'i kalojmë sipas pikave pastaj. Sipas pikave, po. Okej, faleminderit. Ne marrim sipas rendit ditës. Atëherë ka kush në pyetje apo diskutim për po. Është vlera e financimit. Është financimi i bashkisë. Me shumën 460.000. Atë do të thotë 4 milionë të lekë. 600.000. Jemi të bëjmë, jemi financim. Jemi të akmarrveshja së pari. Vetëm për karburantin. Pjesa e urës delit pjesa tjetër në dishtan tjetër, pjesa mbi strukturës së urës është vetëm për vetë, ndoshta është ndoshta nuk është shpreh për qartë për vendimi se ka janë këta. i çik pak më të qartë dhe këtë i dëgjojmë, janë të thotë tjera për të flas që jeni shumë të qartë, do të na hallafat që janë informacione dhe nuk vjen ajo. Tu bën fjalë vetëm për sasinë e karburantit dhe në dietë dhe në vaj, vetëm kaq. Pjesa mbi strukturës është dhuratë e Ministrisë Mbrojtjes me një marrëveshje që e ka dhënë Ministria e Mbrojtjes, ndërsa pjesa e nën strukturës janë ballmat e urës, kamat e urës, shpallat, gjitha këto janë investimi i Këshillit të Qarkut. Po, ka kush në gjë tjetër? Atëherë kush është dakord me miratimin e projekt vendimit nr. 15 për miratimin e marrëveshjes? Kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Vazhdojmë në pikën 3 të rendit ditës.
projekt vendim me numër protokolli 862 për miratimin e fondeve të trashëguara nga buxheti i vitit 2021 për vitin 2022. Kur miratojmë buxhetin e vitit 2022, kemi lënë që do të na vinin mbrapa për fondet e trashëguara për arsye të mos rakordimit me thesarin. Është rakorduar me thesarin dhe sot paraqesin projekt vendimit për miratimin e fondeve të trashëguara. Po, Komisioni i Ekonomisë. Mikrofonin pak, Lusha, mikrofonin pak, Lusha. Projekt vendim numër 862 Kryetarit Bashkisë për miratimin e fondeve të trashëguara nga buxheti i vitit 2021 për vitin 2022 Bashkia Mjerdit. Drejtoresha e buxhetit nga ka sjellë për detajuar projektin edhe në tabelë, ku të ardhurat pothuajse testimoniuara për ato objekte që nuk janë realizuar, pothuajse kanë kaluar por në ato objekte për të realizuar në investime në vitin 2020 ku jemi, dhe shuma atyre është 69.401.309 euro. Komisioni u diskutua në detaj të gjitha zërat që ishin të aprovuara këto investime edhe randa për që komisioni. Dhe kalimit Faleminderit. Po, merr mikrofonin, lutem, se jemi online. Fondet e trashëguara janë të detajuara, specifikuara sipas investimeve. Kjo është përfshirë dhe rezervuar fiziksisht. Tani vërtet kjo është jashtë ndoshta e renditës, por unë jam e detyruar t'ia bëj me një këshillit bashkia. Për situatën e vështirë në të cilët ndodhet rezervuari i fiziksisht, sepse është një fond prej 1 milion lekë shpreja për të financuar, për të bërë një rehabilitim, një rekonstruksion, por që ajo e para që për cilën kanë vërejtje fshati dhe që kanë absolutisht edhe unë i mbështes për problematikat që kanë, është vonesa në cilën ka filluar firma për të bërë rekonstruksionin e rezervuarit. Unë në këtë rast në që do të diskutoj këtë, unë i sugjeroj agjencive kombëtare kur vinë rehabilitime për kanaleve vadise të rezervuarve, gjejini kohën e përshtatshme, jo në pikun kur rezervuari duhet mbushet me ujë, tani në këtë pikë kur ky rezervuar nuk garanton si vjet vaditje, dhe këtë ju them me përgjegjësi, nuk ka vaditje si vjet fshatit fizik, për shkak të atyre burokracive, unë i quaj burokracive. Ai kontraktori që ka fituar firma ka përcaktuar, nuk e di ai se si e ka përcaktuar nën kontraktor. Kanë shkuar nën kontraktor atje, se unë e diskutova edhe me nënkretarin e bashkisë. Aty ka një vështirësi shumë të madhe, sepse ato kanë hasur vështirësi dhe unë teknikisht nuk di me ja u shpjegu vështirësinë, unë kam sjellë ca foto. Por unë them ndoshta do një shtim fondi, ndoshta do diçka për të përshpejtuar, për t'i garantuar një vaditje fshatit. Është një katastrofë nëse si vjet nuk, edhe pse janë angazhuar fonde nga bashkia, dhe unë absolutisht i kam falendëruar dhe më shumë njerëz që u garantuan u angazhuan këto fonde të cilat kalon këshill, se pa kalon këshill bashkia këto fonde meten letër. Por nuk është normale, nuk e di nëse projektin preventivin, a ka inxhinier, a ma kush përgjegjësi, a ma në administrata përgjegjësi për këtë situatë vështirë. A ka supervizor, cili është supervizori? Unë e kërkoj herës tjetër, nëse vazhdon situata e njëjtë, nëse nuk ndërhyet, sepse ai do një pompë kompresor, se që thoshin ato, për të tërhequr ujin, e aty e ka zënë lymin edhe atë kullën që për cilën bëhet fjalë, për t'i bërë rekonstruksion, për t'i bërë ato shtresat e betonit. Se unë thash edhe herë teknikisht nuk ja shpjegoj dot, por inxhinieri unë e bëj këtu problem në këshill, inxhinieri duhet të marrë përgjegjësi dhe nëse fshati ekzisht rrezikon për të mos vadit, ai inxhinieri, supervizori e tjetri me radhë punë prej meje do të kenë në mënyrë të vazhdueshme
domethënë kërkesë, llogarie edhe do të marrin përgjegjësi për këtë veprim. Se janë angazhu fondet. Mos kishte fonde, hajt, është angazhu 10 milion lekë. Unë për 10 milion lekë edhe fshati ka përgjegjësi. Dhe i bëj thirrje agjencisë së bujqësisë. Agjencia e bujqësisë simulon se për rehabilitimin e kanaleve vadice është problemi më i ndjeshëm për fshatin. I bëj thirrje nëse nuk ka angazhim të fshatit, ka indiferencë të kryeplakut, të tjetrit me radhë, të administratorit po them kot unë, edhe të dikujt tjetër, le ta shkojë të vej para përgjegjësisë. Nëse nuk është ai punëtori që merret me mirëmbajtjen e rezervuarit dhe me furnizimin me ujë gjatë verës, hiqet më vjet tjetri. Se të njëjtën situatë ka qenë edhe para 2 vjetësh, dhe kemi bërë problem bashkë me profesor Nikolinin dhe indiferencë edhe nga administrata. Kush e ruan atë person që i vihet një pagë në dispozicion dhe nuk i shërben pagës vet. Shkoj tjetri, se ka tjetri nevojë për 1 lekë, për 5 lekë. Nëse ka indiferencë nga personi që ka administron rezervuarin. Ky është një shqetësim shumë i madh. Nuk e di Flora nëse ju do shihni ndonjë mundësi, unë i kam thënë edhe nën kryetares edhe vitores, e mori vesh edhe Mhilli, mirë është në vun lëvizje, o sot në vun lëvizje o kur. Në të njëjtën situatë të vitit, sot rezervuari nuk ka ujë siç ka pas në të njëjtën situatë vitit kaluar. Pra, kush na garanton do ketë shira, se nuk ka furnizim në burimin nëntokësore. Faleminderit. Faleminderit. Është shqetësimi që kam. Po. Flora. Përshëndetje të gjithëve. Tani për pjesën që ngreti shqetësim Zysh Maria, du të them që kur kam bërë projektin për tarë në këshill për rezervuarin e Gziqit, kam pas një projekt nga inxhinierat e bashkisë me aq vlerë, është marrë nga Fondi i Emergjencave Civile. U hartu buxheti i 2022-shit, të gjitha fondet janë të vëmën në eficiencë. Unë sot për sot nuk kam asnjë qindark që t'ja shtoj rezervuarit të Gziqit gjendje. Presim që se vjen Fondi i Emergjencave nga Emergjenca Civile që është detyrim ligjor për tarë, nuk ka arë, besoj nga ajo. Ama në buxhet tani, unë nuk kam asnjë rezervë. Për çtu, përveç fondi që mund ka arë preventivi dhe kam hartu një projekt që e kam sjellë para jush dhe kam dorëzuar te prokurimet, që është bën dhe prokurimi, është lidhur dhe kontrata dhe gjitha procedurat janë mirë deri në këtë moment. Jo, mirë, se në fakt duhet jenë të bujqësisë. Ky fond që është akorduar, është dhënë në eficiencë, po punohet Është prokuruar dhe është po lidhur prokurohet, dakord, po firma ka filluar punimet në këtë. Nuk e ndjej. Do të bëhet në hyrje tjetër me fjalë që është ashtu, sepse përveç asaj që kishin parashikuar se që ishte parashikuar me fjalën ato tash, është del që ujëlshuesi është i bllokuar. Dhe duhet të zhbllokohet ujëlshuesi që të operohet me këtë tjetër. Ujëlshuesin me këtë fond që kemi. Ja, për momentin ja. Kanë shumë makineri, kanë hapur burgën e gjitha, por kanë shumë zjarr fikse me tërheqje ato fonda. Zjarr fikse nuk e përballon Maria Kon. Po lemër supervizori, s'ka punë supervizori aty. Po, s'ka punë supervizori aty. Zjarr fikse nuk është pra punë, sepse zjarr fikse nuk e zhbllokon. 3-4 ditë janë të punuar atje dhe nuk e. Po janë të punuar, po nuk e arrin dot me zhbllokuar. Saj nuk zhbllokohet kështu. Kanë filluar punimet tjetër, bën 4-5 ditë që kanë filluar. Unë shtrova problemin me fondin që është akorduar, çfarë mund zgjidhet, cila duhet zgjidh më përpara. Po Zhbllokimi i ujëlshuesit. pikërisht atëherë Duhet zhbllokuar kjo, pastaj që të vazhdojë puna me atë të dytën, me ngritjen e saj. Se duhet kanë pretendime fondesh. Se duket se kanë pretendime fondesh. jo pretendime fondesh natyrisht që kanë. Parashikuar kjo pra, është punë pa ditur që do të dalë kjo punë. Jo, a mundet që ky fond që është i akorduar të shfrytëzohet për të ndryshohet, atëherë s'mund të bëhet asnjë defekt. Kështu që duhet parashikuar diçka që bëhet zhbllokimit. Shumë alarmante. Domethënë një shkatron ekonomik. Zhbllokimin me mjetet që kemi ne, ose me mjetet që disponojmë ne si bashki, nuk e bëjmë zhbllokimin asaj. Zhbllokimi i saj janë disa mjete që i kanë, më fal,
e firmat posaçme ose që janë specializuar për atë punë. Në Tiranë, në Fier për shembull. Inxhinieri si ka bën projektin, a është më e bëj herë. Po si, është normal që s'e ka pa më burrë. Pa e nuk e ka ditë sa është i bllokuar ajo. Sepse ne atë mi falë ka shku për tjetër gjë atje. Ka shku për ngritjen e kullës. Se kulla ishte gati më mulu me lym, me vaj. Dhe do ngrihej kulla me 4 metra lart që ty. Kulla është punu me dy komplet. Ne kemi punu dy vendime për emergjencë në Këshill, që realisht janë emergjencë, janë djegje shtëpiash. Në qoftë se vetëm atë fond emergjencë kam gjendje, sa do përdor për ato. Në qoftë se Këshilli e mendon që ti shtym për fondin që do vijë nga Ministria e Mbrojtjes, që ka detyrim ligjor për të na sjell, dhe të bëjmë këtë që është më emergjente. Kjo është ideja ime që ç'a mund zgjidhet, si ta mendoni ju? A mund shtym këto dy vendime dhe ti përdorim bazë preventive që do të vinë inxhinierat për rezervarin e Gzicit, meqenëse sa është më emergjencë? Si e mendoni? Si ta mendoni ju? Janë dy. Jo, nuk është për shtëpi. Ajo është fond emergjence. Një sekond. Ai fond emergjence është fond që nga unë propozohet, nga ju vendoset. Nga ju vendoset. Pra më mund e vetmja zgjidhja është. Po, po, mirë. Sa fond kanë dy shtëpi ato? Ne nuk e dim se sa duhet njerë, ne duhet dim sa fond duhet për shbllokim. Afër 550.000 lekë. Si po, ta kanë ardhur me një konkluzion ato përjanese që duhet për ta zhvilluar. Po pra, do të bëhet me diaku. Ai ka qenë konkluzion. Atëherë, sidosi të jetë, së pari duhet një preventiv. Ne sot nuk kemi një vlerë preventivi që të themi të hiqet kjo. 23.000 për zhvillimin e Ulishusit. 400 vjetra. A tjetër Po vlera e kësaj shtesës së re që duhet bë. O ti Maria ka dalë tani si ka fillu punimet, ka dalë mas punimeve problemi i bllokimit të Ulishusit. Po si shpënuat një ditë më rësose, nuk janë puna që i zjerë me gjepi një një për ty aty. Ka procedure, do ka leje me Këshill, do ka leje me tendër, do ka leje me gjithë, me kontroll. Po, një preni. Unë mendoj se qysh kur është fillu kjo punë se tash rreshjet kanë hiqë. Ai fshat ka përthapur ujë si vjetë, që rezervuar nuk nushet. Nuk fillohet punimet për mendimin tim. Nuk fillohet punimet me punon mars për rezervuarin. Do të ishte fillu me kohë, ne kemi kaluar disa ndërhyrje, kemi kaluar disa fonde, edhe do të kalojmë prapë. Edhe fonde që ndoshta nuk janë kush e di se si. Ne në mundësinë më të parë mendoj unë që të jepet ai fond se ajo është bërë një pabesi aty gatuni me fjalë. Unë rastësisht jam shpëtimtar i asaj pune, po unë kam biseduar me njerëz anë kanë thënë që na ardhën llafi që do të na pastrojnë, do të na shumë. Pse s'ka ujë kot kam pyetur, po kalu herë, ne që e kam pa. Jo, po do ta pastrojë bashkia, do të shumë fjalë. Ai qysh është fillu kjo punë, është fillu me mendoj unë. Nuk ka që ne gjë që ka interesu shumë kujtë e punë me bëhat punë dhe ashtë lanë që në rres, a fillu se të mars me bëha punime. Të gjemë mundësin më të parë në them unë, e mos ngajmë veçdorën këtë me mundësin më të parë, një fond që do të jetë, ndoshta jo ashtë do mos do shumë për dikun tjetër, t'ja kalem atyre, ta shblokojnë ndoshta inshallah ma të shpresin se mund ketë shiran pranverë që të shumë. Ajo punë do po urgjencisht ose me lanë për certifikat ajo. Në verë të mushët aja, të ndëllë se veç nga reshët, s'ka asnjë punim, asnjë rrje të ujësi.
Kim kalu vazhdimisht, ndoshta në këtë njerëja, ndoshta në një tjetër, do të kemi të gjejmë në një fond më të mundësinë më të parë që të tjetë dhe menin atyre që e kanë në dorë këtë punë, e kanë i ndajnë të lekët, se na jemi vesh mira të në dorë, na i ligjërojmë gjanët, më ne të herë se kur komë të shumë. Po, dakord. Mirë, atëherë sepse kjo po e diskutojmë kur të kalojmë projekt vendimin për vlerën. Kjo është projekt vendim tjetër për miratimin e fondeve të trashëguara, që s'kemi çfarë diskutojmë këtu. Ato janë fondet destinuara të gjitha, sepse kanë mbet nga objekte tjera, që është vazhdim i punimeve në ato objekte ku është i trashëguar. Që se kemi kompetencë, vetëm jemi për të merë dorë, as mundna me pas një devijim të këtyre fondeve kërkon. Po ja, pra një variant ishte ky që propozoi drejtoresha e menaxhimit financiar. Ne kush e di se çfarë në fond i mundur kurse ka lënë bllokuar rezervari i maleve, një ndër xhami fjalë dhe janë zblokuar. Ndoshta ai deri me si vit kanë vaditë ata deri këtë vit. Po. Ata u është lënë thjesht se u është lënë pa bllokues, ata do kishin mbyllë kanë lënë hap të rezervarit. Me atë idenë se do të ndryhe bashkia, do t'i heket ato inertet e mbledhë më aty, se jo, ka qenë funksionare. Po kërkesë do të këshilli Qarkut, ka fut 7 milion ta bën një majt pa durën, të lekë naftës në ose ta fushit tonë. Po investim dashtate se dha një majt. Ja di për nerë pa tamam, jo, di për nerë për Jezus. Ja. Sa punime për naftën ta fushim ne. Për padën ti dërsem ashtu si duhet. Nëse vjen një që na profesor i zotit Dusha, thotë në sinë më të madhe që në për ne gatimen, a bojnë më të madhe atë një. Nëse këto... U zhjithë dhe këmë haber, 4 milion që i naftës shkote për këtë të Admirë, këto janë fonde emergjence, se ne me qarkun mund të kërkojmë, po qarkun mbledhet një herë në 3 muaj. Kështu që... Prandaj. Ministria e Mbrojtjes, 7 milion. Qarku kash, më 3 investitor në bani ju. A në të ati për ne pas të atyre, po pa tjetër se... Ishte një zgjidhje e vogël, se nështë ata e bajnë, një kërkesë, shumë ta bajnë. E këtë 4 milion që në naftës, nuk të zgjidhje një shblokimi. Jo mundë, s'po më gaboj, por ato i fusin. Ta shesin. Nuk kena ndërmarrje si blej me shesim aty, por ajo është nga rezervat, kush është janë dieta 4 milion lekë. Është një sasi nafte. Po. Nafta janë 1000 litra janë marrë nga rezervat e mbrëmshme që ka pas bashkia. Nuk është se është shpenzu vlerë mbi kontratën që ka lidhur nga bashkia. Po, është marrë produkt. Ndërsa për këtë unë prapë i rri mendimin, nëse një muaj mund të shtym pjesën e emergjencave të atyre familjeve. Ja ta diskutojmë te projekt vendimi emergjencave. Sepse ajo ndodh, asaj dhe do t'i shkojë një muaj pagesa sepse janë limitet. Unë limit për investime momentalisht kam, për shpenzime operative do të shkojë deri në prill pa u bë pagesa e këtyre. Pra është kjo mundësi për ta pa këtë rezervarin e ekzishit me këtë. A nuk e di. Këtë nuk e di. Këtë pjesë nuk e di. Këtë mund ta japi. Jo. Sa shtëpia ka? 423 mijë lekë që jo. Fatura e saj, bllokimin e saj. Flora thotë janë 500 mijë. Bëjnë ndërhyrje, më falni se nuk të rëndë. Në qoftë se ndërhyrjet sot në rezervarin e ekzishit, kostoja që është tani aktuale me 425.000 lekë reja, rregullohet. Në qoftë se nuk do të bëhet tani, kosta do të fishohet edhe fshati do të penalizohet. Kështu që unë të thirrim arsye e logjikës që ne na falin ato 2 familje, edhe atë fond të emergjente me çfarë është mëna fondi të emergjente ka dhe edhe të tolerohet për një muaj, edhe të kalojë fundi ke rezervuar ekzistë. Jo është Mirë, ta diskutojmë projekt vendimi për emergjenca. Kush sa çfarë? Ato thonë pa çu. Një emergjencë, se të dy shtëpia, të dy apo shumë të dy apo shumë pas 7 milionë 250. Po sa? Ti flora më. Ku ma pa? Ku ma pa? Por se ki projektet tonë. Jo. Ta
Tani, një sekund, se fondi është tash me 50% e situacioneve, ju më bini database të gjitha emergjencave tyre në financë dhe ti merrni vesh gjitha vlerat. Vlera është më e lartë se aq, mund të shihni preventivat që vetëm i keni pru, janë 50% e vlerës. 470. Po pra, nuk është 425.000. Po janë të unë jam flas me treja. Flas me treja, më vitra si të nga. 50% të vlerës është tash. Janë dy projekte. 50% që nuk kanë vlerë. Janë dy projekte, jo një. Jo një për 470.000, keni për 970.000. Po, vazhdojmë atëherë. Atëherë, vazhdojmë me këtë një për... Po. Okej. Atëherë... Vazhdojmë me këtë projekt vendimje për miratimin e fondeve të trashëguara. Kush është dakord me... Po jemi është fondet të trashëguara, kjo është tjetër. Fusim në buxhet fondet e trashëguara. Kundra ka, abstenim s'ka, atëherë miratohet. Vazhdojmë. Pika 4 është për miratimin e fondit sasi karburanti për forcat e ushtërisë. Kush është dakord? Kundra? S'ka, abstenim? Nuk ka, miratohet. Pika 5. Projekt vendim për miratimin e anekseve të monitorimit buxhetit dhe vlerësimin i të ardhurave për vitin 2021. Jo, anekset e monitorimit. Po. Ka kush Komisioni i Ekonomisë? Jemi te pika 5, anekset e monitorimit. Projekt vendim numër 8 kryetarët bashkisë për miratimin e anekseve të monitorimit buxhetit vitit 2021 bashkia në Shqipëri. Edhe ky projekt u diskutuar në komision. Drejtoria e buxhetit dhe financës i ka sjellë edhe tabela për sa i përket raportit shpenzimeve sipas programeve ku kemi të bëjmë me 23 programe. Janë të detajuara sipas faktit paraardhës të vitit 2020 dhe PBA-ja vitit 2021. Me plan dhe me fakt. Pra kemi planin e periudhës progresive dhe faktin e periudhës progresive, njëkohësisht edhe diferencat. Kështu që për ne diçka mos zgjatëm sqarim më teshëm, mund të na flasë edhe drejtoresha e financës dhe buxhetit. Për sa i përket komisionit ishim gjithë dakord dhe është kaluar në komision me 5 vota pro. Faleminderit. Ka kush pyetje për diskutu? Lutem, ka njëri pyetje? Edhim votim. Kush është dakord me projekt vendimi numër 18, 21/2 për miratimin e anekseve të monitorimit? Kundra? S'ka, abstenim? S'ka, miratohet. Pika 6, projekt vendim për miratimin e tabelave të situatës financiare të bashkisë 31/12/2021. Ka kaluar në komision, e njëjta procedurë. Është paraqit me relacion edhe ky projekt. Njëkohësisht vlen të theksohet se për sa i përket të borxhit faktik që bashkia ka, është një borxh me pak se 5%, 4.97%, që është një përqindje vërtet e vogël dhe është një gjë e mirë për bashkinë tonë. Njëkohësisht 15% janë probleme financiare, 25% vështirësi financiare dhe 80% vështirësi serioze të situatës financiare që i ka paraqit në relacion drejtoria e buxhetit. Stoku i mbetjeve është tabel që përcakton
nivelin e performancës Bashkangjitur ka sjellë tabelat financiare. dhe në komision ka kaluar 5 vota pro. Bashkia jonë është në situatë normale financiare. Financiare. Është nën 5%. Për sa i përket vështirësisë financiare dhe borxhit që ka ndaj. Faleminderit. Po, ka kush? Kush është dakord? Kundra? S'ka, abstenim? S'ka, miratohet. Dhe tani hym tek projekt vendimi për përdorim fondi emergjence, rënje zjarri. Janë 7 dhe 8, që dyja së bashku bëjnë 560-570.000 lek. Tani këtu të ndalojmë, po, Flora, më falë. Pritet të vitë deri në fund Ky fond shkurtit. do të qelet nga Ministria e Mbrojtjes? Tani për momentin e kam planifikuar nga 1% që kam miratu me fondet e bashkisë. Po. Por me qenë se ne kemi emergjencë dhe rezervarin e ekzisit, ne këtë po e le ta paguaj nga fondet që do vinë nga Ministria e Mbrojtjes, se fond Po. emergjenca është ajo. Po, Dhe për pjesën tjetër, këtë fond që un kam gjendje, këtë fond që tani e kam Po. gjendje, ta kalojmë për rezervarin e ekzisit, që të ndërhyjmë sa më shpejt. po, atëherë është vendimin do ta qartë, është e miratoj, qartë nuk për them antarët e Që mos Këshillit? miratohet vendimi edhe për këto. Po ama të bëjmë shtesë. Pra, Po, por ama si do si ti. absolut nuk vonohen edhe lekta atyre, por Atëherë, sipas propozimit drejtoreshës menaxhimit për financiar, të zgjidhur emergjencën se për të zgjidhur emergjencën, këto të kalojnë si fonde për të kaluar nga fondi i vitit 2022 të Ministrisë së Mbrojtjes dhe këtë fond që kemi gjendje të kalojë për rezervarin e ekzitit. Kush është dakord? Dhe veprimet të kryhet në mënyrë të menjëhershme. Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Kalojnë të dy projekt vendimet. 20 dhe 21. Vazhdojmë me pikën 9. Projekt vendimi 837 fraksion 1 protokoll për shprehje pëlqimi në parim për dhënien me qerat nga astrave pijore X, Y e Y. Po, komisioni? Përshëndetje të gjithëve, nga Komisioni i Bujqësisë dhe Shëndetit Publik dhe Pyjeve. Morën pjesë 4 antarë nga 5 dhe u votua dhe u miratua për kalimin në Këshill. Po. Kush ka pyetje? Relacionin shpjegues, Agjencia e Shërbimeve të Bujqësisë. Ai është dakord për të sjellë. Po, faleminderit. Ku është dispozicion është ky? Cilat grasa, po? Po, urdhë. Tani, unë ky projekt vendim, ju lutem, kam dy pyetje për të sqaruar për veten time. Projekt vendimi ka në emër të bashkisë. Po, patjetër. Sigurisht, po kush në emër të kujt bëhet vehet kjo aparatur, kush e vend? E vend bashkia apo është një firmë fituese? Ministria e Ekonomisë. Ministria e Ekonomisë. Pastaj mas fazës studimore, eksperimentale, si vjen eksperimentare një pra shipen planat që ka shumë, Atëherë vendoset, aplikon për të. po aplikon te Ministria e Ekonomisë. Tani është për e përqimi. Okej, jam dakord. Jam dakord të kisha të paqartë, se nuk e dija në emër të kujt. Po. Studimore. Kishte bon vetë sa që pranë shumë.
Pastaj vuj me më shumë. Me shumë Jo rubikun, nuk, besoj se rubikun. jo nuk I dihet se ma shumë se sa fryn milot, por nuk bëjnë ato. Se ka deri në 7 metra. Ka një procedurë krejt tjetër. Për këtë objekt është bë dëgjes publike? Arda, dëgjes publike. Ok. Po. Dakor. Ka kush në pyetje tjetër për sqarim? Po pranoj, pra. Po. Po. Agenzia Shërbimit Kursor Veterinar Aktive, Kontrolli i Monitorimit Kursor, ka sjellë një relacion me Këshillin Bashkiak, ku që sot në detaj, dhe unë do ta vlerësoj edhe një herë. Projekte të tilla në Këshillin e Bashkisë ku vinë relacion. Ja relacioni shpjegose nga Shërbimi dhe Monitorimi I tyre, njëkohësisht se Shërbimi Maria me të saktë edhe me harë, Faleminderit. Atëherë kush është dakord? Jeni kartonat ju lutem? Kartonat. Kundra? S'ka abstenim? S'ka minator. Ne vazhdojmë me projekt vendimin 88 fraksion 1 për miratimin e vendodhjes tregut të prodhimeve agroushqimore sipas vendosjes pasuria me numër 8 fraksion 106 zona kadastrale 3224. Po, Maria? Se me shkrim të Komisionit Barazisë Gjinore për një treg për produktet e fshatit. Por unë mendoj që si projekt vendim duhet të bëhet një korrigjim për shkak se sipërfaqja se kështu si koordinata ne se kemi parasysh, po unë di që e keni atje sipër ke presidentin në kthesën rreth pallateve. Kush e mbron këtë projekti? Urbanistika edhe po Adelina Duka. Një urbanistik. Ta bjen projekt vendimin e zvin. Unë e para që çka do dosha, sigurisht ja shpërgjigj në dëgjesat publike, ja shpërgjigj kësaj kërkese, është një kërkesë domosdoshme, por ka një problem këtu. Nëse ne nuk do të vendosim specifikisht ashtu siç e kemi kërkuar te Komisioni Barazisë Gjinore, unë mendoj se për këtë treg do krijohet një problem shumë I madh. Për një arsye, sipërfaqja atje është shumë e vogël. Unë kërkoj që të mbështeten gratë e fshatit, gratë edhe burrat, po sigurisht gratë sa ato merren me produktet bujqësore dhe blegtorale, që të vinë të shesin atje, por nëse ne nuk vendosim kufizime tjetër, sepse qyteti ka mjaftueshëm markete për shitjen e produkteve që I marrin nga Fushkruja nga Tirana.
por nuk ka asnjë treg që t'jetë fiks specifikisht si treg fshati. Them këtë, nëse aty do të vinë fugona, për shembull sot, kam pa një situatë 3 fugona, domethënë shumë se unë e kam kaotike, shumë e përpara vështirë, balkonit shtëpisë. që çka aneksojnë gjithë ato që vinë nga fshatrat, shesin qumshtin, nuk e di, pastaj do vendosen te kriteret e përshitjen e qumshtit, se nuk mund ta shesish pa një kontroll nga inspektoriati në ato lloj kushtesh. Pra, unë shoh që aty do të krijohet një anomali shumë e madhe nëse këtu nuk do të përcaktohen kritere. Domethënë nuk do të përcaktohet specifikisht për produkte fshati. Sa ai sipërfaqe ka, nuk ka më shumë. Dhe e para, e dyta pra mua më duket në formulim duhet ta merrni edhe një herë në përdor, sepse është vërtet unë jam shumë më vjen shumë mirë sa është realizimi i një nisme gjinore dhe unë i përshëndes dhe i falenderoj edhe për plotësimin e kërkesave që edhe nismave gjinore, se shoh që ka një ndryshim tregu lart dhe unë desha me ditë edhe nga këto që i kanë hartu kanë sjellë Mariet, mendoj të kalojm se kam edhe unë rezervat e mia, të kalojm pikat e tjera, ta lëm për më mbrapa, të vinë të urbanistikës. Sepse Okej, atëherë vazhdojmë me pikën 11 para se sa me projekt vendimin 897 protokollit për miratimin e prishjes detyruar të banesave individuale në zbatim të ekspertizës thelluar nga Instituti i Ndërtimit të Tiranës si rezultat i dëmtimeve. Këto që kemi kaluar në shtator për po. Edhe kjo ka lidhje me ata. I planifikuar nëse ka fond kjo gjë. Cili ishte për tja parë që Cila është procedura për prishjen? Procedura më fal është sipas sa konstatimeve dhe vendimeve të Këshillit për kaçet që kanë kaluar 11 dhe 12 kur janë bërë dyja shumë fal janë përcaktuar 100 e ca banesa për të shem. Se nuk e di fiksa që dhon çfarë. Dhe këto të prishin me radhë, sipas asaj, sipas cilësive administrative. Kontrata është lidhur me një operator. Fondi, një fjalë, është rreth 40 milion lekë. Se nuk e di fiks tash, po 40. Po, 40 milion po. 50 milion të reja. 40 të reja. Nëse unë nëse ashtu si ta marrë mos të shumë. Për mua, nëse nuk është një aferë që nështë të palegu e ka burimin, thjesht një mos përgjegjësi për administrimin e këtyre parave. 400 milion lekë. Me prish ato ndërtesat si ka prish zoti, nëse i ka prish, ku i ka prish, nuk mund shpusimi diçka të vogël, nuk mund bëjmë gjona me fjalë që ti shërbej këtij komuniteti të diskutu për 4 milion lekë vjetra për një fshat tonë atje 400 milion lekë me prish ndërtesë. Pse me i prish ndërtesë? Çfarë do prish puna? Si është shpeja aty, ndërsh një kësollaj me ta. I prish vetë. Këto janë fonde që janë dhënë mi fal nga Ministria e Rindërtimit. Fonde që ne i miratojmë, ne si këshill. Jo, s'kan kaluar këshill para ato. S'kan lidhje me këshillin. Pra, pse vjen këtu? A diskutojmë, a do ta miratojmë na? A jena bim okay na? A ligjërojmë na? Ne miratojmë vetëm prishjen e detyruar. Pikërisht pra prishjen Po jo fonde dhe jo kështu. Nëse mendimi im është jam të vendosur. Mendimi im është ky që për mua është një vlerë bajakie e madhe dhe e shpërtëruar. Po janë dy lista, po të them. Mund të bëjmë shumë mirë, mund t'ja kalojmë tjetër përpara. Aty në trupe si aty punuaj ai drejtori. Po njëjtin fond janë ato, po të them, në të njëjtin ashtu. 400 milion lekë me prish shpejt si ka prish tërmet. Kjo prallë me mbretër për zonë. Tash. Janë me fondet e rindërtimit me lekë atyre. Me skena pse miratojmë ne, me çan vendim qeveria miratojmë na. Nëse mendimi im. Po. Mendimi im. Mikrofonin. Marove Nika. Marove.
Po, maro. Do pëlqente si qytetare, si pjesë e komunitetit bashkisë Mjerdit, që ato shtëpia prishura, ato familjarë ti përdorin për në interes vetin. Por unë e di që është me vendim, Këshillit Ministrave, edhe me detyrim për t'i prish për shkak të problematikave që mund të ndodhin nesër mas nesër. Nesër mas nesër me një shtëpi të prishme nga tërmeti, mund t'i ndodhi dikuj një fatkeqësi, t'i biri davonit, biri diçka tjetër, kush marr përgjegjësinë. Kështu që njerëzit, unë them kështu, njerëzit duhet t'i informojmë. Sepse ju keni pas defekte pafund si administrat, se edhe kur problemi që ishin dëmtuar shumë shtëpia, informacioni ka qenë krejt sekret. Në kuptimin po them se s'po ju paragjykoj. Informacioni ka qenë i pak, familjes pranë, pasoja e informacionit pak janë aplikimet mas 2 vjeç. A ke parasysh që aplikimet duhet ishin plotësuar me kohë, sepse shtëpia shifet, a prish as prish nga tërmeti, jo mas 2 vjeç. Pra ki parasysh ka edhe një, e mendoj, nuk po ju them neglizhencë, por duhet jeni i çik më të kujdesshëm ju të administratës dhe për të drejtohem aty në Adelinës kur të vi, sa ajo është marrë me këtë punë. Unë them që kujdesi më i madh për ju, për administratën, do t'jetë informimi dhe mirëkuptimi me banorët. Sa dush ka banor, unë kam informacion se sigurisht takojmë në përditshmëri, sa dush ka banor që ju pëlqen mos ja u prishin atë shtëpi, se duhen du ta përdorin për nevojat e tyre. Aja është detyrim do prishet, sa i thot ashtë do mobilizohet inspektoriati, policia bashkiake, gjithkush, gjykata, prokuroria, kështu që është kohë me diskutu dhe pastaj ai 400 milion që gjithkush duhet ta di është fondi i rindërtimit edhe sikur mos bëhet prishja ai sta bien ty për nevojat e bashkisë. Kështu që nuk kalohet ashtu si janë fonde që ky është mendimi im vetëm të informohen. Dhe mos ketë përplasje. Mikrofonin. Si do operohet për banesat që janë 2 vëllezër për shembull, njëri ka përfituar, ka aplikuar dhe ka përfituar, janë në një shtëpi, o një kaçë o 2 kaçë, dhe njëri ka përfituar do t'i prishet, se le ky vëllai tjetër më e prish. Si do bëhet për këtë? Këtë po diskutonim me nën kryetarin. Se kjo është pak sa si e vështirë tash se jo se sqaroj. Ke gjetë në banesë, ke gjetë personin si jeton faktik. Tash i vëllai kur e ka marrë vesh se ka aplikuar dhe ka fituar, vëllai thotë unë s'kam me e prish shpejt. Okej. Si do veprohet me këtë? Tash ky ka dorëzuar dokumentat, ai ka pas një shtëpi dhe nga rindërtimi nuk ka përfituar sepse ligji në fillim ka qenë se po patë një shtëpi të dytë nuk përfiton. Tash kjo është gatresa vëlla me vëlla, do të mujtën mhut, si do veprohet? Po. Faleminderit për. Atëherë për sa i takon ti projekt vendimi, ky është detyrimi i Këshillit Bashkiak për të marrë vendimin për prishjen e shtëpive, që kur janë përcaktuar dhe që ne kemi vlerësu, komisioni ka vlerësu dhe ne kemi miratu si shtëpia që do të trajtohen me DS4, DS5, ne kemi detyrimin ligjor që të marrim edhe vendimin për prishjen e këtyre shtëpive. Nuk mund të marrin shtëpia të tjera qytetari që të mbajë shtëpinë që kishte dhe të marrë shtëpi të re. Ose do marrë fondin të ndërtojë të re, po duke e prish shtëpinë. Së dyti, këtu ka një problematik shumë, nuk janë shumë raste, mund të jenë 5-6, maksimumi deri në 10 raste, ka edhe raste të kësaj natyre që ngriti këshilltari Simon Kolaj, që ne kemi pas shqetësim, po edhe bashkia ka shqetësim dhe janë disa kërkesa që janë në banesa 2 ose 3 katëshe, është vendos prishet kati i parë ndërsa kati i dytë jo. Se si mund prishet kjo, do të bëjmë dhe një shpikje. Prandaj unë këte konsultova dhe me nën kryetarin dhe ne duhet të shtojmë një pikë në këtë vendim, ku për të gjitha këto raste që janë problematika që duhet të zgjidhen dhe që kanë bërë kërkesa qytetarë të cilët për momentin nuk kanë ndodhur në Shqipëri ose nuk ka qenë i informuar për të aplikuar, për të gjitha këto shtëpi që janë në problematika, të mos veproj ky vendim, të mos veproj për prishjen. Deri në sqarimin, domethënë juristët tani ta formulojnë sakët, po si pikë, domethënë kjo është. Po. Pra të shtohet kjo pikë që për problemet, për rastet problematike që janë 2 familje në një banesë,
në të cilën njërin nga familjarët nuk ka apliku, të mos bëhet prishja e shtëpisë pa u zgjidh problemi deri në fund, deri në vendimmarrjen e fundit. Ose, po pra, e njëjta gjë pra. E njëjta gjë është si për dy kaçe, si për një kaçe, kur ka të njëjtën problematikë. Po. Dakord, me këtë ndryshim? Për me... Po, edhe shkrujta, pa tjetër. Kush është dakord me këtë ndryshim? Edhe me shtesën. Me propozimin që u bë tani. Kundra ka? Dakord? Po? Një kundra. Si? Jo, nuk kanë apliku fare qytetari. Dava, të sqarohemi. Nuk ka apliku qytetari. Unë me Mihillin jemi në një banesë. Unë kam apliku dhe më zhvlerësu. Për arsye nga më të krysh... Po, një minut. Afishojnë listat, as është afishu list, as nuk kishte arsye të ishe, po s'kanë për të afishu. Se po të afishote, unë i thëmë ti, o zotë ne i fitove ti, po që ta shumë të vlavem një morë, vave fjallë që të dajt një shpejnë për tysh, njëna aprish, njëna thëmë, kjo vepru në taktikisht me i budallëk, pak e ti kishin fut dyja. Se të shi të dalin që të zhona. Po për këtaj të thanë mas 3 vjeç. Nese kjo e mendoj unë, se nuk jam të dhanë mena si të dhanë mena. Unë e mendoj se kjo është vijimësie që asaj gjansë keqe të ba me qyshime. Tani, për sa i përket Këshillit Bashkiak, të gjitha vendimet janë online dhe kush doje i shikon listat. Ajo që duheshin afishu, du t'ishin afishu absolutisht, sepse ka qenë dhe është vazhdo ngele detyrim ligjor. Por, vendimet janë të gjitha online, po për shkak të përditësimit të her pas hershëm të këtyre listave, ndoshta unë di që në disa njësi edhe janë afishu, nuk e di, paktën. Për ata që nuk... Shpia është vlerësu të se 4 ose të se 5, a i ka aplikim. Tjetër e ka, a i se ka. Do shime të gjithve. Jo, anullohet ajo. Pa... Më të prishen. Tani, po, ju lutem edhe një herë. Asnjë njeri nuk trajtohet nga fondet e rindërtimit me DS4 dhe DS5 pa ju prish shtëpia e cila është vlerësu e këtij niveli dëmtimi. Pra, as nuk do të marrë pare nëse do e bëje vetë dhe as do të riktheje edhe bonusin e qeras. Ajo familje që nuk pranon t'i prishet shtëpia që është vlerësu, ajo do kthejë edhe bonusin e qeras. Dhe zerohet nga sistemi. Kjo është e qartë për gjithë.
sepse ti do shkosh vërtet, se do këto shtesat do përcaktojnë kritere, mund të aplikojnë sa njerëz kanë aplikuar, kujtohet e vonesë, por janë raste specifikume. Dy katet të banesat dhe banesat e ndryshme. Po ti e ke lënë deri sot. Ka marrë bonusin e qeras, po si kisha dhënë bonus qeraj, kisha detyruar, e kisha ndërgjegjësuar familjarin, na do lloj kushte të shtëpia. Një minutë, ka marrë ndjedhje. Kam vazhdo në pika tjera. Po po të marrë pikat edhe pastaj. Marrë. Kjo, po, po, një minutë. Atëherë edhe një herë. Me bon rolin e oportunistit, ashtu, Firmosin nuk me e bon shpej, jo me e bon. Unë dhe janë të rëku qyshtit e parë, ai që ka qëndruar në shtëpi mbasi i është dhënë nga komisioni dhe vlerësimi i Institutit të Ndërtimit për prishjen e shtëpisë, ai ka nitë në përgjegjësinë e tij. Dhe prandaj s'ka nitë në mënyrë të paligjshme dhe prandaj tani po i shkohet të prishet shtëpia detyrimisht dhe nëse nuk do të prishet shtëpia detyrimisht, ai do të zërohet nga sistemi dhe nuk do të marrë as shtëpi as lek për rindërtim që ose ka në vendin e vet. Dhe do kthej edhe bonusin. Kështu që atëherë vazhdojmë me të projektantimin për tregun. Tu kemi inxhinierin, pyetjet Maria. Ja ku e ke inxhinierin në fund. Juli, përshëndes. Tani unë gjykoj se ky projektantim duhet të ripahet një herë, ne sigurisht më intereson ta kalojmë sot, se është një kërkesë që është bërë të gjitha. Maria te mikrofonit. Më vjen mirë që është marrë në konsiderat dhe është vlerësu si nevojë domosdoshme për qytetin e Rrëshenit, por në dëgjesat publike është kërku specifikisht, po them specifikisht për një treg fshati. Sepse në dijenin time, se unë sigurisht jam lind, jam rrit, jam u plaka këtu në qytetin e Rrëshenit, dhe unë e njoh mirë, jo vetëm qytetin, por edhe bashkinë, nevojat e popullsisë, e komunitetit vendas këtu, plotësohen tash me ato marketet e vogla, të cilat kanë produkte, kanë bujësore, kanë edhe produkte tjera, perime tjera me radhë, të cilat i marrin nga tregjet e Krujës dhe të Tiranës. Tani problemi i vetëm që mendoj unë dhe ne kemi ngritur në Komisioni Barazisë Gjinore, është një treg për fshatin. Kryesisht vin më shumë gra. Ju keni përcaktuar si territor zonën atje lart. Tani ju jeni inxhinier, në këtë lloj kushtesh, ajo është sipërfaqe shumë e vogël. Pra është fiks për atë kërkesë që kemi bën ne. Nuk mundet të përballoj gjithë nevojat që kanë tregtarët me fugona, pa fugona, me karroca, me nuk e di se ç'a, të vinë të shesin atje lart. Pra ju duhet ta kishit përcaktuar. Dhe duhet, sepse duhet edhe her pas here ta kontrolloni dhe ta disiplinoni si administratë bashkie. E dyta, mendoj se duhet ripas në formulim. E dyta, sa është vlera e këtij tregu? Sa keni bën ju një projekt preventiv se sa shkon ky treg? Një sekond ke mikrofoni. Edhe kjo është bërë nga riciklimi atyre të tregut vjetër. Ja, aty kanë ngel 8 kutia që ne do t'i çojmë atje. Në momentin që ka nevojë për më shumë, edhe funksionon si treg i vogël kështu fshatar për produkte fshatare, gjejmë një vend tjetër të bëjmë një treg tjetër. Ushtimor, agroushtimor. Jo, unë një pyetje përzi bashkë me këtë. Sa është kapaciteti i kësaj sipërfaqe toke? Sa është kapaciteti për Ky ishte riciklimi atyre që ishin atje. Ajo 8 poste kanë qenë. 8 vende. për tek tregtar? Po më bën 15. Po ti leja shumë më shqiptuar dhe jo. Shumë bukur, të gjem një vend 2 dhe disa tjerë se të Mikrofoni. Ai vjen aty është kufizuar
Shumë i kushtë. Dalin e fshesin aty që të dalin historikisht. Jo, do të shpjegoj vetëm diçka, se kjo pjesë është bërë mbi bazë atyre që kanë qenë faktikisht atje. Dhe është konstatuar që kanë qenë kaq tregtar, që kanë shit qumshte që janë tregu fshatar, dhe për momentin është bërë mbi bazë ndërmarrëtare të riciklueshme që kanë qenë te tregu vjetër që nuk ka funksionuar asnjëherë atje poshtë tek Europa. Dhe në këtë mënyrë që mos të fshesin jo rrugëve të posta, jo andej, kështu është bërë ky për momentin. Domethënë që disiplinohen në çast. Se nuk ka pas më se 8 tregtar atje. Kaq. Po, aty janë mbi 8 vetëm. Jo, jam dakord. Pra, duke qenë se ne përshtetna gjithmonë në faktet që kanë qenë. Kaq kanë qenë që kanë numëruar 8 tregtar që vinin nga fshatra vazhdimisht. M'fal, na nuk po flasim për një, m'fal, do vi që nëna ime s'është, po dikush tjetër që vish 100 çumshti ato. Nuk shkojnë nik, nuk shkojnë. Sa ti tu shkosh edhe ti. Pse është larg aty më është mrekullim aty merr sa duhet. Kjo Një minut, se po flasim me radhë, se nuk merrem i vesh. Ishte i në lesë. Nuk janë të përqendruar në një pikë qytet. Ka tregtar atje te presidenti, ka tregtar atje. Dhe nëse është nevoja, ose me preventiv që thoni ju, ose me riciklueshme, që po themon, ne do ta gjejmë një mënyrë që nevojë me përshtat. Shkon një vogël atje që po diskutojmë. Në momentin që ka nevojë prapë nga bëjmë këtu, një hapësirë tjetër publike, e strukturë lëvizshme. As do të lejas Në Tiranës pike, në çdo lagje veta një treg. Çfarë do të thonë ajo me pas një treg lash? Jo, unë kam shtetin. Unë kam shtet që unë me materiale të riciklueshme çofshin. Që do i nevo. Se du me po. Jo, do i nevo. Ato janë dhe do futen. Jo, sot dia sa do, ai tregu do diçka, do tavolina, do vende do ule, do një shesme. Ato janë me shëpër Tu jemi përcaktojnë një budget për shpëtimin edhe shumë mirë. Po, ja të marroj e Nika. Ja, po, Lusha. Ja. Kryetar, tani për sa i përket këtij projekti, unë i bashkohem propozimit të këshilltares Maria Nikolli, pasi shoh një problematik. Tu vërtet ky projekt na ka sjellë një relacion shpjegues, por është shumë i varfër si relacion. Është me një relacion 2-3 fjalë dhe kemi të bëjmë me një hartë hipotekë që asnjë nga ne nuk punon hipotekë, që unë ta di që harta me numër 3224 816 se kuptoj poshtë. Megjithatë, unë kuptoj diçka, që ne sot me këtë projekt. Kjo është kartel, Lush, nuk ka hartë. Është kartel e pasurisë. Kartel. Unë sot kuptoj kryetar që atje është një treg i palishëm, që ne një diçka të palishme ta bëjmë të lishme, prapë në kundërshtim me ligjin, pasi minimalisht një treg duhet të ketë kanalizimin e ujëve të bardha ku shkojnë larja perimeve njëra tjetër. Duhet të ketë një qezë me ujë atje. Duhet të ketë kushtet minimale të higjienës, që nesër na vjen një bllokim nga higjiena dhe është mos e normale. Pra ne të miratojmë një të palishme, ta kalojmë këshill, ta bëjmë të lishme, një palishmëri, unë e shoh gabim. Dhe i bashkohem propozimit të zonjës këshilltare Maria Nikolli,
kundra këtij projekti. Të studiohet, të rregullohet. Nuk ishte kundra. Të vihet me një projekt. Faleminderit, kaq kisha. Faleminderit. Të palishme edhe sot po bëhet treg atje. Atje sot ka treg. Ajo është e palishme. E palishme pra. Dhe këtë palishme ne ta bëjmë të lishme. Bëjmë një gabim. Pas asnjë përmirësim, pa kushte higjiene sanitare. Po s'ka kushte më rati, se nuk ka kanal për ujërat e bardha. Nuk ka një qezë me ujë të laje durte që trekton. Atëherë na bjen një relacion një shpjegues tamam, një projekt dhe ta bëjmë. Jo s'është projekt. Ja, relacioni lexoje, ta lexoj fjalë për fjalë. Është shumë i vakt. Po them ty. Tani, unë vendos nga që marrë vendime dhe jam shumë energjeshëm dhe koshient për vendimet që marrë, nuk marrë një Do instalohet me tavolinë. bëjnë dëm shtetit qytetarëve. Faleminderit. Nuk do ketë ndërtim aty. Aty do vehen sa tavolinë, do sistemohen tavolinat për kaq tregtar sa thot ai për 8 vetë. Më falë, Endrik, në qoftë se aty është e planifikuar për 8 tregtar, aty ka ambient. Në qoftë se është i planifikuar për më shumë se kaq tregtar, aty nuk ka ambient për të bërë. Edhe si projekt vendim është shumë i mirë. Po problemi është se ti nuk vesh në nesh të politë, se 8 tregtar nuk mundi nash aty. 18 tjerë ku ti nash. Nuk ka 18 aty. Ka 8 deri në 10, maksimumi 12, sa ai që vje me 2 shishe qumsh, do vjet rreth 10 minuta, do shesi qumshin do hiqe. Po unë Po një gjë pra, po të gjithë vinë me 2 kg domate, me 2 fagure qumsh, shesin dhe ikin në shtëpi. Nuk janë që vazhdojnë 8 ore deri në darkë. Po, është treg i pa disiplinuar. Të nderuar këshilltar, logjika e inxhinierit këtu funksionon. Inxhinieri thot, në qoftë se në këtë vendodhje nuk i merr të tregtarit familjar që do vinë të shesin, ne do gjejmë një ambient tjetër publik, në një lagje tjetër, që t'i themi, nuk ke vend këtu, po ke vend në bllokun 2. Do vish në mes të 2 pallateve këtu, ku ka një shesh, dhe të ndërtohet edhe një treg tjetër. Po ky treg ama të jetë i ligjshëm dhe të ketë disa kushte, se kur ai e sjell për ta miratuar në këshill, do të thotë që do krijojë ca kushte, edhe ato kanalet, edhe banjot, edhe diçka tjetër që në mënyrë që ai tregtari të shes në mënyrë të kulturuar dhe qytetari të shkohet tek një tregtar që po shes. Problem tjetër prapë, që nëse kena marrë parasysh asnjë. Do të quhet një person fizik ai, do të marrë atë vendin aty, do të bëj ne tromuj mollatar në fushkruj dhe i shat për ditë aty. A do të shatit si thomi në minimum, pa vend. Sepse do të bëhet një tip Dëgjoj, aty vetëm rreth atij tregu janë edhe 5 lokale tjera që shesin fruta perime të kësaj natyre që thot Adnani. Por këta kanë lokalin dhe ai nuk vjen me dal aty në treg. Sepse ka lokalin, ai që ka lokalin aty ngjit me presidentin nuk vjen aty. As tjetri që ka lokalin këtej nuk vjen se Qohet një person dhe shkojmë një 2-3 orë ka për të gjithë një makinë vogël e vje shajt aty. Do shesje se vjen si qytetar. Si qytetar. Tani rreziku më i madh sepse unë e njoh jashtëzakonisht mirë, unë edhe kryetari i këshillit që ka shtëpinë aty afër këtij pallat, po dhe unë që kaloj për ditë e njoft mjaft mirë situatën atij tregu. Nuk ka pse ha mendësime nga më të ndryshmet. Problemi, vështërsia më e madhe për mua është
mos lejimi i makinave që vinë nga Miloti, nga Laçi, nuk e di se që ato janë me licenca, nuk e di takson bashkia. Jo, një sekond, du me thënë këtë, ato ore let lejon, se unë nuk them mos inhaloni, dhe më thënë nuk është, s'kam drejt, them që inhaloni. Por, ajo hapësira aty nuk duron, nuk do fugo, shkoni sot, unë nuk e di, ju të urbanistikës, ju të urbanistikës duhet i shifni pak teritoret e bashkisë. Edhe aty ku ndërtohet palije, edhe aty ku bëhet kjo edhe tjetra. S'ka vend për makina. Pasi makina të pozojnë. Po s'ka vend donika për makina aty. Janë 3 fugona. Jo, makina s'do hy ma aty se s'ka ku të hy. S'ka hy makina. Pra, ja vendosni rregullat dhe vendosni Po? Ka kusht? Po, Nika. Jo, pa numër, po ai e tha për sqarim. Po, atëre, ullu se kemi edhe pa. Atëre, përpara se ta hedh në votë, zyra e urbanistikës duhet 1 minutë. Duhet, inxhinier, duhet të rishikohet kapaciteti aty. Për zgjerim. Jo, po janë rregull, se më thënë me Në rregull. Sa zgjidhje për çështje. Po? Për një treg tjetër të tillë, të gjejmë bashkërisht me tjetër me artikullin 106. Nuk i përqendron të gjithë tregtar Po. në një vend, sepse e kemi përbutur nga se s'ka funksionuar. Nuk funksionon, da, është fakt. Që në 2000, është bën në vitin 2000 me Mari Bibën kryetare, ai tregu atje, kanë shku 2 ditë dhe mbas 2 ditëve që sot, që nga 2000 e deri më sot, tash 22 vjet, nuk shkojnë. Shkojnë. Shkojnë se s'ka qytetar për të blerë atje. Janë vetëm 2 pallate. Po nuk shkojnë se O Simon, nuk ka popullsi aty ku kim pas bën tregun atëherë. Nuk ka popullsi. Po ka atje, sepse ka se vjen edhe fshati. Mirë. Edhim vot atëherë, kush është dakord? Kush është dakord? Kush është dakord nga ne kartonin? Kundra? Kundra, kush është kundra? Kush është kundra? Kartona, 2 minutë. Nuk të plotësohet kushtet gjithë. S'ka më kapacitet aty Nik. Nuk ka më kapacitet aty. Në atë vend deri në 10 tregtar mund tregtojnë.
Nuk mirë ato. Bie. Atëherë rishikojmë për muaj e lëm për muajin tjetër. Pa Adnan, mos ik. Dona. Se s'kemi marrë. E lëm për muajin e ardhshëm. Okej, s'ka nevojë. Mirë, okej. E lëm. Adnan, mos na ikë edhe 5 minutë. Vazhdojmë me pikën tjetër. Keni një projekt vendim për njohjen me raportin Rezolut. Keni këtë njohjen mbi raportin e përpothshmërisë monitorimit të performancës nivel bashkie. Është kjo e paraqitur nga ministria. Kjo është për të kalu shumë kush don, pastaj se kjo ka 90 e sa faqe, kush don. Është raporti i Ministrisë Financave për bashkitë, për përpothshmërinë e monitorimit të performancës bashkisë. Kjo është vetëm për njohje. Kalon për njohje dhe kush do nga këshilltar vjen vjen në dispozicion. Dhe kemi edhe projekt rezolutën për treguesit e performancës. Ka Lusha. Ja një minutë, ta marrem. Faleminderit kryetar. Për sa i përket projektit rezolutës për treguesit e performancës për shërbimin që afron bashkia. Të nderuar zonja dhe zotërin, antarë Këshillit Bashkiak Mirdit. Ju informojmë se Këshilli ka marrë një shkresë nga ana shoqatës. A të vazhdoj kryetar, të vazhdoj? Ju informojmë se Këshilli ka marrë një shkresë nga ana shoqatës për autonomi vendore nga zonja Adelina Farrici, e cila është kryetare e kësaj shoqatës autonomisë vendore, në lidhje me një raport i cili është hartuar nga kjo shoqatë që ka të bëjë me performancën e shërbimeve që afrojnë bashkitë. Raporti është bazuar në informacionin e mbledhur dhe raportuar nga vetë bashkitë si një kërkesë ligjore. Ajo përmbledh dhënat treguesve të performancës së shërbimeve që afrojnë bashkitë, në mënyrë që të mund të hartohet një raport që përfaqëson bashkitë janë përdorur tregues performancë, të cilat gjenden dhe përdoren nga shumica bashkive. Raporti nxjerr në pa se ku janë bashkitë në zbatimin e standardeve minimale ligjore të shërbimeve që afrojnë, në shumë dhe shumë interesante të diskutohet është fakti se si qëndrojnë bashkitë sot kundrejt disa shërbimeve që janë marrë nga qeveria qendrore në vitin 2016, si dhe menaxhimi i kanaleve vaditëse, kulluese, menaxhimi i pyjeve dhe kullotave, mbrojtja nga zjarri e tjerë. Kam rastin të ngren vëmendjen tuaj se nuk është vetëm detyrim ligjor që bashkitë hartojnë plane buxhetore, të bazuar në informacione se sa para të harxhohen nga një vit apo në 3 vite, për çdo funksion, shërbim që ato afrojnë për komunitetin, por edhe se çfarë synon të bëjë bashkia konkretisht për komunitetin e saj, si për shembull, sa kilometra rrugë duhet mirëmbajë, sa familje duhet afrojë shërbimin e grumbullimit të tërheqjes mbetjeve, sa orë ujë pishëm në ditë afrohet, sa fëmijë ka mesatarisht në një klasë, e disa raste të tjera. Gjejnë rastin faktikisht se kjo është një rezolut për gjitha bashkitë në shkallë kombëtare. Ne si bashki, ne kemi diskutuar edhe me drejtuesit e buxhetit. Ne si bashki, ne fakti, si që tha dhe kryetari i Këshillit, e kemi këtë projekt rezolut të gatshme. Po jo gjitha bashkitë e kanë. Pra ne na afrohet edhe një shembull nga bashkitë e forta, edhe nga shoqata vendore e bashkive, për marrë disa shembuj në ndihmë të administratës bashkisë për të afruar këto shërbime, për t'i krahasuar në vite në shërbim qytetarëve. Kështu që unë vlej ta falenderoj edhe bashkinë tonë për sa i përket administratës, pasi ka parapri dhe çdo vit na ka sjellë këtë projekt rezolut, por ne tua dërgojmë edhe si shkresë administratës, ta shohë, ta krahasojë edhe të nxjerrë edhe ajo konkluzionet e vet. Faleminderit.